يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar mbetëm në fund. Kjo është prodhesi të rëtënit që flasmi për jetën e varë, a më mbetëm tek ajo se gjenazën, kur ta qojnë atë varët, tash njeriu vdeq. Kena folë ato deri se ka ardhur e vdekja, që shi kena pas përmend. Po vdeq njeriu tash. Tham se fetarisht është e pëlqyer fort. Edhe ato me fjalën e 4 shkollave juridike, 4 medhebeve, se është e pëlqyer me qu ma shpejt, ose në këtë rast, kur ta qojnë atë gjenazën, të varët me hec pak ma shpejt. Dhe e përmendëm se me hec pak ma shpejt këtu nuk don të thot me vrapu. Por njëherit nuk do të thot as me hyp në kerr dhe me hec kerri shpejt. As kështu jo. Por tham me kon diçka më e shpejt se hecja normale. Kur ta kopmi edhe me sa di, këto e praktikojnë deri dikon, për i vendit faljes sa kum vrejt, deri te vorët e kopin edhe hecin pak më shpejt. E praktikojnë dëna me sa kum vrejt. Ku mbështetëm në këtë? Unë mbështetëm në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithin që sjellin Buhariu dhe Muslimi, që tha pejgamberi: "Esri'u bil janaza." Shpejtone të esurin e bartjes, të esurin kur ta bartni gjenazën. Thot fa in taku salihan fa khairun tuqaddimunaha. Sepse kjo gjenazja që ju po e bartni, nëse është e mirë, thot tek e mira, një të mirë po e bartni, ose kuptohet tek e mira po e qëni. Qyshe kena pas përmend që njeriu të mirë, njeriu në mirë, Allahu Azza wa Jall, edhe kur t'ja merr shpirtin e përgëzojnë melekt. I ban meleket që me i përgëzu njerëzit e mirë, me thonë, se që kjo e mirë të pretë në gjenet, e që kjo. E tash, kur ta bartin gjenazën, shpirti është asaj. Shpirti është ka e përcjell trupin e vetë. Interesant. Shpirti i prindit tanë, i babës tanë, i nonës tonë, i vllavit tanë, i të afërmit tanë, shpirti hec me juve, edhe e përcjell, ose është ofër gjenazës së tij, kufumës së tij. Edhe kur është i mirë, ai i thot që ata që janë të e bartët, hajtni më shpejt. Çonu më shpejt. Se të mirat, në atë kuptimin këtë hadith që u përmend, se të mirat po e qeni, se në momentet e fundit të jetës e tij e kanë përgëzu meleket. E ai tash i thot hecni më shpejt çonum, se e din që presin sen të mira. Vazhdon hadithi. Thot wa iyaku siwa dhalika fa sharrun tad'unaha an riqabikum. E nëse nuk është njëri i mirë, ai personi, ke kush ke? I afërm, i largët. Nëse s'është i mirë, hiqni më shpejt prej krahëve të ju, atë sëndukun ka qeni. Hiqni më shpejt, se një të keq që jeni ka e bartni. Ose hiqni më shpejt ato që i ka bon sherr umetit islam, i ka bon familjes sherr, i ka bon rrethit, vendit ku jeton, shtetit, edhe umetit islam krejt. E thonë drejtën, Zoti e din, po ato që ka shumë në tjashme në veç, po flas, shumë janë që si dytë, në kuën tënë. Shumë janë që si dytë, që hadithin a thët, heqni ma shpejt, heqni për qafës, më si boni këta, se së shërën e kanë bonu metin islam këta njerës. Kja, ndërsa e përmenda, e tash pak ma shumë, hadithin tjetër,
Hadith që vjen prej Ebi Saidin el-Khudriut, radiallahu anhu, edhe këtë hadith e ka sjell Buhariu dhe të tjerë, që tha pejgamberi a.s. Thot, kur ta qëni gjenazën të vorët, kur ta vendosni në krahërorin tuaj gjenazën me qu të vorët. Thot, edhe njerëzit e kapin në krahëror, e kapin në supët të tyre së ndukun. Se më herët që ashtë i kënë qu. Ta ashtë i nashta ka fundi veç, po mendoj ka fundi, është bon kjo me shqu pe këtu i që pe gjamis, me qu dhe i të varët, me hymë kjerë. Më herët nuk është konë fort e njofto që kjo. Pra kënë kapën krahërorin e tyre në krah së ndukun, edhe me qu gjenazën të vorët. Tha pejgamberi nësëm, fe në kënë saliha, e nëse është i mirë. A di që ka thëtë nëse është i mirë? Nëse ka qenë baba jëtë i mirë, vllavi jëtë i vdekur i mirë, kushëriri jëtë, a i thëtë, qaddimuni, hajtë ma shpejt qënëm, thëtë hajtë ma shpejt qënëm. Se me konë i mirë tash përgëzohet para se me vdek, ku e të ato shpijet i mirë, hajtë dil ka dalë. Dhe se që së të mirat presin, edhe e merë shpirtin let, që që kena përmenë transmitimet ma herët këtu, si një kime me nxjerë për një brumi. Kur të ba një brum me bobuk, nëse ka qilu një kime, kështu ngrihet kimja, let del. Ndërsa shpirtin e pabesimtarit, të keqit, që që kena pas përmenë? E kena përmenë që sikur një duq me leshin e deleve, që është një thes i mbushur dhe i lakt, e një therë e modha të me gjemba shumë, edhe ajo ngrehet. Qash të thët del shpirti i të keqit. E këtu i miri ka do let, e ka përgzu. E këtu i miri thët, llogaritash, pse unë e ti se nim, aje thët, por edhe të tjerët e nim. Do të vrejnë tash në fund këti hadithi, që pse unë e ti nuk e nim të afrëmin tunë, nëse ka qenë i mirë. Ka thët, hajtë ma shpejt qënëm, amo të tjerët e nin. E me bo me koj keqë, që kanë duhet? Tha pejgamberi, wa in kanat ghayru salih, qala li ahliha, ja waylaha ayna tadhhabuna biha. Me bo me qilu i keqë, ato që po e bartni në supët tuaja, atë gjenozë që po e qeni. Shpirti dhe ati është ashtu, tu e përcjell gjenozën e vetë. Shpirti i një vllavit tunë që po e përcjellmi, i një prindit tunë, i një kushëririt tunë. I mira e keqë, tha shpirti është bashkë me neve. Ka të shkojna me qute varët. Edhe kur to i keqë, a di shka thët? I mjeri aj, oj familja e filonit, oj familja e filonit, mjerët ju ku po e qëni. Mi po interesant sahabët, shuk të pejgamberit sa preciz kënë qenë edhe në transmitimin e haditheve. A i ka thonë, që ka transmitu thët, i mjeri aj, oj familja e filonit, i mjeri aj ku po e qëni. I mjeri kush aj? Këtë laf për të rego pejgamberit që e thët shpirti. A i përkan thët i mjeri aj. Në fakt hadithi është, shpirti thët, i mjeri unë, oj familja ime ku po më qëni. Llogarit tash njënin prej neve me ndrujet, me shku botën tjetër. Edhe na milshu zonë ato rrethet, i mjeri unë, ku po më qëni? Runa zët. Po pse sahabiju nuk e tha që shtu bashkësh është hadithi? E tha për shkak se sahabit kanë qenë preciz, s'kendosh të keqen me adresu vetës të vetë, edhe kur është vishto me kallëzu në gjarje. Veç me kallëzu hadithin që ka thonë pejgamberi, por se ka pëlqy me thonë i mjeri unë. Se për vrejnit ashtë ku po thamone, i mjeri unë ku po më qëni, unë se më të thonë për veti, po shpirti e thët, ata s'ken pos qef hiq me ju dresu e keqja, vetës të vetë hiq. A për të mirin atë, për qështa, ka dimu një, e tamam e tha që shështë, e mira ke, hajde qënëm ma shpejt, qënëm, dërgënëm. Ndërsa për të keqin tha, i mjeri aj. Në fakt hadithi për shkurtaj, që më smi u ljodh, hadithi thët, shpirtin do njorit
të vdekur, të keq, ju ndonjoni të kejtë, se të oj mirë jonë, oj familja jem, ku pun qëni. Prandaj, vëllezër të dashur, përgatituni për çet çast. Llogaritash, ti më thon ata familja, njëri ty kojt, na shkoj dashuri ju, tjetri aty ty shilatet. Edhe ti me piskat ato, oj mirë unë ku po më qani. Për dhe qka interesant që nuk e thu let, me bo me qëllu njëri keq, ku të bortin. Nuk e thu ish fjallë atë një pak një tru, po ashtë të modhe, ashtë shumë lëshëzon, ashtë të rishtushëm, e lëshëzonin, sa që tha pejgamberi, esma u sauteha kulle shejin illa l'insan, zonin e ti që e lëshën tash, i keqi, kur ta qojnë të vërët, zonin e ti e nin krejt, veç insani nuk e nin. Edhe që ka ndodhë me bo me një insani. Kuptane, kjo hadith nuk është të folën për në varë, që do të përmendmi, se kur të hinë në varë, me bo mësë me ditë me ju përgjigjë, kur të pytë me leko, ku shu zotë jëtë, ku shu pejgamberi jëtë, ku shu feja jëte, që jam pësujnë atë krytë, edhe se për dika në shvenë, sen si kënë dobi, si ban dobi. Dhe më thonë që ja thunë ato këta varusmi, diku si ban dobi, por me bo mësë me ditë, me ju përgjigjë, do të përmenë me do hadithe që kanë bre ata mund kjedhe në kiri, ose me leku e ko një që keshtë të madhë, të hekut, që kur të mshënë, tha pejgamberi me bo një me atë mshune, me mshu kodrës e shemë, edhe mshënë, del një piskon prej atina, e një me qenë, e me kopsh, e me insekte, nëse ju ka rasis në i kur të vdes, në qatë notën e vërimit, ose nashtë në qatë momentin sa kanë vërës, ku t'ja nisin me liru qenë rrethit, nuk e kanë bashkështu këtë. Por ata e kënë një zonin e atit keqit. Por shka është të interesant kjo hadith. Kjo nuk flet kur ta vërësmi, po kjo është shtesë. Kjo flet gjatë bartjes, të e qu të vërët, halesa është orë punë atë që kiqi, të e qu të vërët, kjo e lëshën një zonë të madhë. Shik, një zonë të madhë të e qu të vërët. Edhe këtë janis, oj, mjeri, oj, familja ime, ku pëmë qëni? Qatë shumë pisket, sa që e nin krejtë. Plët nështë ju ka rastis në i gjenoze, ju të më shumë bili këtu, bëse që edhe ma shumë bidini, në i gjenoze të e bartë, me qu të vërët, vishë të e bartë, i kini një qatë të i lej rejthit, e nështë edhe ato lëpët të pletë, të palë, i kini një sigurisht, kjo hales është në varë, po kjo rrugës të shku të vërri, nga që kjo, kuptohet se 2 herë, i ndëgjojnë zërin e të keqit, me keqit, sa ka qenë, për ime sa ka qenë këtë ndënjojnë ka bo të loshën njerëzit, kohre i ka bo, po tash i ban të loshë edhe gjallesa, kafshet pe ti, heken gjatë bartis të shku të vëri, e edhe këtë shka në varë, këtë arroka i që kiqi. Pra ata thujnë, a i thët oj mjeri jonë, ku po më qani, dhe zonin e ti e njën tha kërejt, pejgamësëm, e gjatë rrugës kjo, illa l'insan, vesh njeri nuk e njën. Me bo me një, tha pejgamberi, po me bo me një tafërmin tënë, ka qeni keq. A që i keq akon, sa që me bo me një, ka pisket, a i qiton ka e thët me një zonë të malë, tha pejgamberi i bjen të pakt njerëzve. Alivanusen njerëzit. E kuptut? Alivanusen. Me bo me një zonin e do të këshive që përpiqojnë atë vërët na, me bo na me një zonin e tyre, kishmet gjenozja që është të përmi se ishmi alivanus kërejt. Aqë zonë të rishtues. Shujnë ata. Vërtet, e poshtë një, këto shtesë, për thamë kështu, këto papagallat, këta që imitojnë zëra, edhe e poshtë interesant, kur e morën e qëtën të dëvorët të krishterve. Minë zini herë dhe kemi ikaj, për ata imitojnë zëra, edhe kur e qëtën të vorët bashkë të dëme me kryqë me sene, kur e qëtën ato, janë nisi pëlshë zonat të rishtuës, a imitën, që shnike, pëlshë ke zonat të rishtuës të atyne, që janë duke u dënun vërre. Zotin arrujt, ja Rabbel Alamin. Ndërsa Ibn Kudame
thot se me pajtimin e imamve, djetarve, jenë pajtu djetarët islam, se kur ta qeni gjenozën të vorët, qene ma shpejt. Por me që shpejt, po ju të i vrapu, po pak ma shumë se hecja normale. Por një sen që ka do të kuptojmë për këtyne haditheve që ka unë i përmenda. Këtu nuk dënë të thëtë shpejt, se pejgamberi alayhi as-salatu më tha, esri'u bil gjenaze, shpejtën e gjenozën. A dhe që ka nëzirët për kësë fjallës? Nuk nëzirët ajo veç ka ta bartni me që pak ma shpejt, por nëzirën e sen e tjera gji. Cilat? Nëzirën që kur të vdek në një juni, shpejt me pastru. Tjetër, shpejt me qethinus, edhe shpejt me qute vorët, edhe ka të hesni me hes pak ma shpejt. Hinë krejt që tu në këtë hadith. Pra kur të vdek në njëri i juni, nuk është rrugës së sheriatike, sështë e pranume fetarisht, që na me lon një ditë, 2, 3, së të vdes, e mas një driti dhe mja fol namazin e gjenozës. Sështë e preferua, sështë më shëru i thënë, nuk është legjitime në shariat kje. Njoni të po, hoq po, a mo dashke me pritë, se deri erë vlabi për i Gjermanis, ose a tjeti për i Norvegjis, ose a tjeti për i shtetit ma lardikon, Skandinavis. A pranohen që tu? Nuk pranohen, prap se prap. Por hadithi po të më shpejt, si të vdes, shpejt me gjithë njërë që ta pastrën gjenozën, shpejt qefinin, qërjavorin, shpejt me qute vorët. Kjo që ka kërkuhet fetarisht. Ndërsa, këto po të njoni ko qeber, i ka vdik djali bën vakia, ose i ka vdik baba një djali të këndër të në tashti, edhe ko qep me morë pjesë në varim. Një, edhe ko qep mja folë namazin e gjenozës, i ka vdik baba. Nishim babalor nuk i kem një. Mi po prap se prap nuk të lejuhet, nuk arsyetu është fetarisht. E qka me bon? Po na kam su pejgamberi, alayhi salatu wassalam. Pejgamberi të me ka pos një shërbëtor, transmetim, ose shërbëtore, transmetim tjetër, që e ka pastru xhaminjen. Kur një ditë për ditëve, pejgamberi, alayhi salatu wassalam, tha, ku është ajo, ka qenë, nuk për thamë përfyri, po që është në tekst, e Sauda, ka qenë e zezë, një plak e zezë kështu në pomje, por ako mashallah, i ka shërby gjamisë të pejgamberit, Allah i shpërbleft ata që i shërbejnë gjaminjave. E kam pas përmen, ku vojtë dishka ma herët në hëtëve, që ka mundësi hinë ato, në hadithet e pejgamberit, edhe ata që veç i pastrojnë gjaminjat. Hinë ato që Allahu mi ndërtu shtëpin gjenet. Ko e shpërbleft të kim, do të haqisëm pja përmen një anët, rrethit që i ringoti që të një seneve. Ndërsa, e qka me bo, pejgamberëm qka tha, ku është aja indja, që e pas të ke gjamien, i thanë ka vdek, i dërgëm i Zotit, që shpja tha ka vdek, po pëse së më gallëzejshi. Se pejgamberëm ka posë respekt për tonë, se e ka shërby gjami, se ka pastru, tha pëse së më gallëzejshi, ore na udhim të tha ja Rasulullah, na udhim të ti, për një plak, s'ka posë rrethas, që shtë heq, ti është një plak e ti është atë, me të qu ty në gjysë natës, hajtë se vdesh. Tha, s'pas ke bo mirë, tha. Hajde qenëm të vori saj. E qunë të vori aso ingjës, edhe pejgambesëm ja foli namazin e gjenazës duke qenë ingja në vërë. Nga që kjo, nëse ndonjonit i vdek baboj, ajo është lartë, mos ta vënën varrusjen e baboj të ti, për shkak të vijon e Gjermanis, jo bilet s'ka, jo vënut, jo për një shtetit që ta shëllë më lartë, mos ta nisin nga kjo. Po qka të banë? Vërësne. Kur të vjen, shkën të vëri, që shka bo pejgamberëm. Qëllimisht kjo, duke qenë këtu kjo zbohet. Por arsye, që shu arsyetu pejgamber dhe veprej, që ashtu arsyetu mina dhe veprujmë. Edhe shkën të vëri babës, ja njës namazin trak, e fol, edhe namazin është në regull, shpërblimin për namaz e merë, ndërsa jo me lonë babën tanë, 2-3 net, pa vërrës, pa ja fol namazin e gjenazës, e pas taj këfumës, mja njësë me jordë edhe aroma, era, e tani me bon edhe rrethi pastaj, se kjo është e natyrshme, që njeriu kur të vdes, ja njësë mu prishe, mu kolbë, me preashtim, trupat e pejgamberve, ata s'prishen, edhe kur të vdesin, tjerët për, e tash pse me a hop gjuhën, nështë ta ka qenë njëri mirë, por i mirë e i kesh njerëzit e tjerë, veç në i herë shahidave, dëshmorve, në një, Allahu e ka vequ si ja ka prish. Kjo dëshka tjetër, flitët në herë tjetër. Në përgjësi tjetë, ju prishet në trupat. A i ka qenë njëri mirë, apet i prishet.
Pse m'ja hop gojën dikujt më ku bejrike era keqe, sigurisht ka qenë njëri keqaj. Pse m'ja vao këtë mundësi me shtin njerëzit mëkat, vdes, shpejta pejgamberi sa pastron namazin, pastranja trupin e tij, çefi nasne, shkoni shpejt që në xhami, edhe ka ta bartni bili bartni shpejt, kështu na mësoi pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Këtë temë vazhdojnë herë në ardhshme inshallah. Lusmi Allahu na fort na mëshiron, lusmi Allahu azza wa jalla për njerëzve të mirë të na ban, lusmi Allahu azza wa jalla atin xhenet me pejgamberët e na takon, walhamdulillahi rabbil alamin.